Edhe kështu pra vjen të shkatërimi familjes, shkatërimi shoqërisë, humbja besimit brenda familjes, humbja besimit në shoqëri, në miqësi, edhe kështu me radhë. Domethënë një dietori ka qenë shumë më rëndësishme dhe më rrugës, po t'i beshin këshilla direkte që të thuhet se ndalohet prostitucioni. Sepse smundja e sidhës, e eci për HIV-in është smundje që pikërisht përjet nga prostitucioni. Derisa ekziston kjo vepër dhe nuk ka pra dërime fetare, mos mendojmë se s'po na shet dikush edhe kaloj vdikshëm edhe gjithçka përfundoi. Na kemi hadithe të shumta që disa do të kenë parasysh. Muhamedi alayhi salatu wassalam tregon duke thënë se nëse këto dënime nuk i marrin ata gjatë kësaj bote ose nuk janë penduar te Zoti për këtë, këto të gjitha do t'i marrin në xhehenem dhe këto do të jetë dënimi krejt me elementet të cilat vijnë nga zjarri. Domethënë njerëzit e prostitucionit, njerëzit e zinas do të kenë vend të veçantë në xhehenem. Xhenemi i veçantë për ta, a ka më keq? Para xhiruesit kemi thonë ka xhenet të veçantë për arsye se është një vepër shumë e ngritur te Allahu xhaleshanu. Ndërsa në të kundërtën, në xhehenem pra kemi një vend të veçantë ose hyrje e veçantë të xhenemlive që do të jenë pra aty njerëz të prostitucionit. Është një shkak që në aspektin fetar e humb imanin e njerit. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nuk ka mundësi që personi gjatë prostitucionit të jetë me besim në vete. Hadithet e tjera të shumë të tregojnë se imani i tij, besimi të rriqet. Me zonë dhe në atë moment i përhershëm në xhenet ka shkon pa iman. Dhe kjo është rreziku pra shumë i madh. Sepse do të hiqet imani prej tij kur hije kur largohet nga njeriu kur ai hec. Në një hadith tjetër, Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë tre grupe të njerëzve që Allahu xhaleshanu shumë i dhënuam, as nuk do të flet atyne, as nuk do të shikon dhe për ta do të ketë dënim të veçantë. Një prej tyre është shejkhun zani, i moshuari me prostitucion. Domethënë derisa te i riu është aq dënim i madh, te i moshuari do të jetë sigurisht edhe më i madh sepse duhet të ketë vetdije më të madhe për veprën se deri ku shkon pra kjo vepër. Çka do të thonë dikush me vdek për kësaj një besimtar musliman? Shkaktar është sida. Sida vjen nga prostitucioni, domethënë sebeb i ka bëu harami për me vdek. Si do të nesër para Allahut xhaleshanu. Në këtë botë është i turpruar, sepse njerëz me këtë smundje mshifen, kanë shifra të veçanta, kanë trajtim të veçantë, edhe nuk duhet të dihen mbas, domethënë se janë njerëz të nënçmuar. Me leju vetëm me rënë atë nivel, sigurisht derisa të nënçmuar këtë botë, ndërsa nesër para Allahu xhaleshanu, sigurisht do të jetë dënimi edhe më i madh. Në veçanti dënimet më të mëdha janë kur njeriu ka besim, pa ka fëqin me zveti, në qasit me zveti, kemi besimi familjar. Nëse ndodhe dhe kjo, ata të kjo është mëkati më i madh pas humbjes së imanit. Pas humbjes së imanit, mëkati më i madh Allahu xhaleshanu është. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka shumë hadithe ka përmend ku në një prej haditheve thotë se pasojat e prostitucionit të janë të shumta. I ka paraqit 30 janë këtë botë, ndërsa 30 të tjera e keni në botën tjetër. Në këtë botët e para është të humbë bukuria e fytyrës. Allahu xhaleshanu nuk ja la pamje të bukur njerit, nësa i merret me prostitucion. E dyta thotë do të jetë shkurt. Ja për shembull ku e kemi rast. Do të jetë shkurt, pra si do të ajo e cila krijon smundje, pastaj edhe jetë të vdekja. Dhe thotë wa dawamul faqr, Allahu xhaleshanu do ta largon bereqetin dhe begatit ndaj atij individi. Pra nuk do të ketë mëshirë, rahmet dhe të mira i Zotit që do t'i shkojnë atij individi dhe asaj familje. Po e vrem se për ditë në mungon shumë shka dhe për ditë në sjellë probleme më të mëdha. Ndërsa te Zoti xhaleshanu thotë do të jetë irnimi i Zotit ndaj tij. Do të jetë qëndrimi para Allahu xhaleshanu në llogari që këtu nuk ka përmendë se si sepse është shumë e rrezikshme dhe se dënimet e parapara në xhenet të veçantë për njerëzit që merren me prostitucion. Njerëzit e prostitucionit në xhenemin e tyre do t'i nga erdhat e të këqija që Allahu do t'i sjellë aty, do t'i damtojnë edhe xhenemat e tjerë.
kështu të regojnë hadithi. Dhe më thonë, këta njerëzve që do të kenë vështirësi të vetë, por aq do të ketë britma, vështirësi, dënimet e ashpra, që do të i bojnë dom edhe njerëzve në xhenemet e tjerë, asa është largësia prej një hyrje në hyrje tjetër në xhenem. Më thonë është shumë e madhe. Andaj edhe në ajetin kuranor të xhenemit të leha seb'atu abwab, pra një derë e veçantë që ka thënë është dera e xhenemlive të njerëzve prostitucionit, njerëzve të zinaz, dhe do të jenë pra me erdhat më të ndryta që ekzistojnë në xhenem dhe gjithsesi pra do të dëmtojnë të tjerë. Allahu xhaleshanu në 10 porosit që ja jep Musa alayhis salam, një prej porosive thotë wala tasriq wala tazni. O Musa, mos vjedh, mos bëj prostitucion, mos bën pra zinat edhe Beni Israil populli jot, fa ahjubu anka wajhi. Nëse i bën këto, nuk do të më shohësh kurrë. Dhe na dim se synimi jonë kryesor me hinë xhenet me pa Zotin. Ai që ka hinë xhenet e sheh Zotin. Ai që nuk e sheh Zotin nuk do të hinë xhenet hiç. Andaj ka prua pejgamberi Musa alayhis salam që nëse bëni këtë, do të jesh i riguar, i larguar, pra do të humbet e drejta jote që ti me fitu xhenetin edhe për me pamë. Sigurisht, hadithet këto e shumë të tjera tregojnë me të vërtetë për shëmtimet, për domet e mbaja të cilat i ka prostitucion. Të cilat kjo vepër pra ka sjell këqijat më të mbaja në historinë e njerëzimit. Muhamedi alayhi salatu wassalam, porosimi më të madh thotë, dini thotë se Beni Israil kanë dështuar në problematikën e prostitucionit. Gjithashtu thotë, ju kërkoj që edhe ju të keni kujdes, të ruani dhe të mos bëni aty ku kanë rrah Beni Israilit dhe janë në adim se sot Beni Israilit pra me 1000 vite kanë qenë shpërndarë, nuk kanë pas vend caktuar kurrë. Dënimi nga ana Allahu xhaleshanu për veprimet e bëra. Andaj ne nuk guxojmë të jemi në atë nivel. Ne nuk do ta përkujtojmë një vjetore se si të ruhemi nga ajo. Na do të thomi Allahu Kur'an ka thënë është ndaluar prostitucioni, do të ikim asaj. Dhe me këtë do të harrojmë autoritetin tonë. Do të harrojmë autoritetin e familjes, do të harrojmë autoritetin e familjeve të tjera. Jo, shumica e atyre merr shanse dhe unë bëj çfarë doj. Mos e ka një Allah. Mos e Muhamedi alayhi salatu wassalam kur vjen një person të ja Rasulullah lejon për prostitucion. Thot, aja lejon të ti nonës tonë? Jo, thot, se edhe shumë në bëhet nervoz. Aja lejon të gruas tonë? Aja lejon të vajzës tonë? Aja lejon motrës tonë? Thot, jo. Kështu të ti kur bën prostitucion, ja është nona dikujt, ja është vajza dikujt, ja është motra dikujt, dhe ja është pra gruaja dikujt. Derisa ti dëshiron që të tjerët ta ruajnë familjen tonë, ruaj edhe ti familjen e të tjerë. Ruaj të ndaluarat e familjes e të tjerë, familjet të ndaluarat. Ka rregulla me ligje që nëse duam ne të vijë deri aty. Andaj mos mendojmë se jemi të ri, mund të bëjmë çfarë të dojmë, për çfarë, dhe se ajo kalon, ka mundësia, ka shansa, do të jo mos të. Bënu ai ti i cili, sepse në hijen e Zotit nesër do të jetë një prej 7 grupeve, nëse personi thot i vjen mundësia për prostitucion, thot unë i tut nga Zoti. Thot unë i tut nga Zoti, por kush është ai? Nëse arrin i ri, kushdo që të jetë, me thon kët në rastin pra para një akti krim, ta dinë se do të jetë në prej 7 grupeve që do të jenë ditën e Kiametit në hijen e Zotit, kur nuk ka hije tjetër dhe vend tjetër, dhe dielli është sa është afër ka neve. Duhet të ti mendojmë këtë sende. Mos thojmë erë mundësia, erë shansa, ose dhe me kërku me ardhe të ajo. Sido që tjetë bëhu një këshilltar i mirë, bëhu një pedagog i mirë, bëhu një sociolog i mirë, studiuje gjendjen tonë familjare, traditat tona, rregullat tona, në adim se edhe traditat kombëtare shumë ka qenë të ashpra në këtë drejtim. Tamam ka qenë krahastes. Edhe feja islame në fushën e moralit, veçanërisht e prostitucionit e familja, është ashpër. Për arsye se njeriu nëse i ndodh një gjë e tillë në familje, tani jetën e tij jeton i dëmtuar. Pika e fundit që duhet ta llogarisim këtu është pendimi. Gjithkush pra të vendosë që mos t'i afrohet prostitucionit.
Dhe nëse ka gjetë vetën gjatë kohënëve, le të mendohet Allahu xhaleshanu se kur më nuk do t'i kthehet kësaj vete. Dhe rregullat e pendimit janë të cilat kemi theksuar shumë herë, pranimi i gabimit, ndërprerja e gabimit, edhe vendosmëria që kur të kryen atë gabim. Dhe nëse vjen deri te ajo, ta dim se Allahu xhaleshanu pra ka forcë, ka mundësi, don që ta pranon pendimin tonë, edhe çdo vepër do të jetë llogaritur, sepse Allahu Kur'an thotë, "Jo me të shëndu alehim elsinetuhum." Dijeni se njerëzit që bëjnë veprime të këqija, vetë gjuhët e tyre do të jenë dëshmitar kundër tyre para Zotit, wa aydihim edhe duart e tyre, wa arjuluhum dhe këmbët e tyre bima kanu ya'malun për të gjitha veprimet që i kanë bërë. Ne lutim Allahu xhaleshanu që trupi jon, gjymtyrët e tona, pjesët e trupit ton të dëshmojnë pozitivisht. Mos ta përkujtojmë një djetorin dita ndërkombëtare e kësaj smundje, çish me gjetë ilaçe, çish me i përdor kondomet, çish bëjmë. Këto gjëra nuk ndalojnë këtë keqe. Por shohim se çdo ditë shtohet numri, pra sipas daljes se çdo vit i kin nga 100. Domethënë 100 persona në vit e më tepër që shtohen. Në përbor miliona, mos të krahasojmë shifra. Zgjidhja është, por duhet jemi serioz. Zgjidhja është fetare, të cilat është masa më e mirë preventive, e ndalojnë rrepsisht këtë vepër, dhe nëse kjo ndalohet, sigurisht nuk vije deri te smundjet, deri te vdekjet, deri te shkatrimet e familjes. Ne lutim Allahun xhaleshanu që të na udhëzon në çdo të drejtë. Alhamdulillahi rabbil